Djem rrugën Janina, që kanë metra dhe disa metra pa ushtu, sa pas ka këtu edhe 100 metra pas kalon për pak. Një nga lagjet më të mira në fshat që është e kollueshme, është rruga që shpije për Nagovc. Rruga Andrier Doroku. Besorti e besmira këta kanë marrë një aksion me pastru lagjet. Të troje janë të kollueshme shumë që shpishini. Ta mon periferi që ndërtohen shtëpia të kollueshme. Sa s'ka kanalizimin, da? Lagje reja. Pjesa e sipërme jo. Jo, a? Veç kjo është rrugësh kokën. Shka ka bo komuna këtu dritet ju pas ka qitë, që të kocka, që këtu a kënek pas ke me vazhdu. Ajde kry një adhe që tanë se s'pas ka shumë, krushja e meriton. Miftari e këta, batjari e... Bacasif, a? Bacasif. Këthena Bacajdin? Ari pastër, fantazi që edhe ajo pjesa unë trulli mirë. Në shpata nej, ka fabrika Smojlit. A sot për pastroni këtë pjesën, ha? Aksion. Me dole aksion. Super, këtë jo lushin. Me zanu po. Qërë Muhamet Gërbegjia ko pas ka ardhë. Zvicrani. Pe knaq këtë më... Rruga Janina! Që shfaram një të mirë jak një lonë. Jo fa trojet bukra, ej. Muhamet, ku je bara? Gërbegjia, që e dula në lagjet ju je vizit. Ka kom zhetën? Gjevda ku e ka tekniken, kjo është një veç pret me livru, gjigant. Kret orët i rafshon. Kjo është fatë pamje. Eja dhe ju punoni, a? Cili një futboller ma i mirë? Tia? Sa ban numërin ti lejtarit? 5-6? Ronaldo sa ka? 7, bravo. Prite bezve, peshkyke, bravo, që Zvicrani knaqët ku ta shek shtu. Se kjo mësu me pa pastëra, Mamet? Si në Sangal, mo? Amo, Zvicrani të bërë me më të vërë në gjepa. Ha? Ja, poshim jartë, lejohet poshim, 2 javë. Të bo Paris më rak... Bravo, që dorë zëtë kom kanë ra. Ky pas kam bjallë patatës si shpëshijet. Shka ka dalim një obor i përëndimit për këti, që sa pastë. Pas ke bo gjeneta. Oj, mirë. Edhe dhe i ka bo beka, që sa mirë, shpe. Jemi në ko pranverë si shpeqini që vesh njerëzit vesh duke punu nga kjo anë. Rruga që në bënë emrin Janina. Që emrin të bukur, edhe i këndohet Janinës. Këto është bryli Nagovcit. Na i them bryli Nagovcit, ta i them bryli Krushës. Për ndryshe bryli me përkëthy i bjen Shqip. Kthejsa. Këtu është shkolla e mes me Ukshin Hoti, që sa pranvera hershme veç bagrejma tash gati jënë me lërzu.